Para 2 dite, dje jo, po par dje, isha në Tropoj, Bajramcur, të Shqipërisë. E prej atyhit, unë gjitëm rrugës në Malsi, me rrugë pa asfalt, në fshatin Dragobi. Shpella e Dragobis, ku e kanë mbyt Bajramcurin. Kështu që sot do t'ju njoftoj për një qka vetë këm ardhë këne prej ati vendit prej Shpellës, e kam bo vizit fshatin Dragobi 15 kilometra prej Bajramcurit, në Malsi, në drejtim të Bjeshkëve, lumit Valbona dhe fshatit Valbona, ku do të bëhet asfalt mrenda një vitit, inshallah. Allah i ndihmoft Sali Berishën me ndihmue atë popull, nëse kishin fillue me punue, mashallah. Allah i në ndihmoft neve dhe atyne, edhe në bashkoft dy palët, ja Rabbel Alemin. Shkova në fshatin Dragobi përdje, fshat me 120 shtëpi, e ma tepër, me kushte mjaft të liga dhe të dopta, por ka dasht Allahu Gjelle Gjelaluhu me bon vizitat vend edhe me u tregue qka kam pa. E kam pa xhamin që ka ndoshta 300 vite e ndërtuar, e që kur delni prej xhamis, poshtë e shihni në koridor, e kam fotografu me celular, po ka dal mirë, e kam rrit në kompjuter. E do të shifni poshtë ju qka do me thonë jeta muslimanëve. Xhami me afërsisht 300 vjetë e vjetër, tash aty flen delet edhe lopët. Ashtë e mbulu me drasa, vetëm me copa drasash, është e maru me gur, mihrabin e ka aty, inshallahu ta'ala, Allah i në bëft nasip me ndërtu atë xhami. Thoni amin. Inshallah jemi na. Amin. E inshallah sot nuk po ju lipi kërgjon, e sot një javë kom ju lip. Me izëm të Allahu Gjelle Gjelalu. E ju deri sot një javë që jini këtu, ka 10 euro i bonin dhe është për një javë. Inshallah. Asaj kemi mjandrua kulmin, edhe një minare kemi mja qitë. Inshallah ta'ala. E une duhet ja u lexoj një herë mas pari vjershën të Shpellës e Dragobis, që mu paka shumë ka prek, po nuk kam qëllimin unë të tregoj letërsi dhe gjuhë, po kam qëllimin të ju njoftoj juve me një tokë që na se kemi njoft. E që Tropoja Bajramcuri, qyteti Bajramcur, është prej Prizrenit 72 kilometra larg, dhe më thënë sa në Prishtinë afër. Ka 36 fshatra, kanë pas 26 xhamia, tash kanë vetëm 2, dhe ato e në bo mas i kara sistemi enverist, sistemi komunist. Po e lexoj që të vjerë shkurt, mandej pak ju njoftoj me këtë mashkull që ju ka nejtë karshi shkive, fort, inshallah ka vdek me iman, e inshallah në xhennet li. Shpella e Dragobis. Kur tufani e shkatroj fen, kur tirani e krusja dhen, minje brek të Dragobis, priret flamuri i liris. Atje nisi, atje mbaroj, atje krisi, atje pushoj, rëfe shkab i malësis në një shkamp të Dragobis. Vendi dridhej a i mbeti, se strandite nga tërmeti, dif drangoj i Dragobis, trim tribuni i veçlis. Për arsye se ka fillua aktivitetin për atë dhe dashurin e moshën 16 vjeçare. O Bajram, Bajrak i gjall, more nam, emën, me gjak në ball, të një shpell e Dragobis, ylli ralli burnis. Thonë, ushtri e thonë uvra, por t'i zvdiqër baba.
as të shkembi dragobis, as të zemër të djalëris, as qevra, as povritesh, legjendar anteporritesh, me zjarë shenjt undrit kjo shpel, gjerë në qil ungrit kështjel, për çlirimin e Shqipëris, katakamp e dragobis. Kur tufani e qthuri fen, e prishi fen, kur tirani krusja dhen, minje brek të dragobis, priret flamuri i liris. Na i dojmë ata të cilët e dojnë dinin dhe atë dheun. E dojnë atë dheun dhe e dojnë dinin. Prandaj si duket ky mashkull, veprimtaria e shumanshme atletare e Bajramcurit, po thet spikati me forcë edhe në jetën politike shoqërore shqiptare të viteve 1920-1924. A i dha një ndihmes të dorës së parë, si në luftën për konsolidimin e shtetit pavarur shqiptar, ashtu edhe në konfrontimet që i hapnin rrugë demokratizimit të jetës politike në Shqipëri. Tash unë mos bëhem këtu shumë politikan, se nuk jam, mirë po thot, e thrisnin të ishte aty ku situata ishte ma kritike, dhe aj me atë dhe darizmin dhe aftësit e ti normalizon të problemin. Goditi e shpartaloi armikun në Shqipërinë e mesme, në prag të fillimit luftës së Vlorës, mandej pa u çlodhur ende vrapoi në Kopliku në 16 kilometra për të Shkodrës, afër Malitzi, për të zbrapsur intervenimin jugoslav. Një vit më vonë asgjësoi në Mirdit komplotin e agenturës së Pashiqit, të kryesuar nga kapetani separatist i Krahinës, më pas i paknaqur nga politika e diktatit të qeverisë, mori pjesë në lëvizjen e marsit 1922, kurse me 24 shpërtheu në Krum, në kryengritjen armatosur në favor të opozitës liberale, e kështu të poshtë mos t'ju marrë shumë kohë, por thot në fund, i pa frikshëm dhe i pa korruptueshëm, gjithë një besnik ndaj popullit, në bëvët besnik ndaj Allahut dhe ndaj juve, dhe idealit që i kushtoi tër jetën, ky mashkull, ky burr, nuk mund të mos behej i dashur për popullin. Mandej në fund thot, ky punim që është marrë nga libri Nga Kosova për Kosovën 2006, janë studimet e hershme të këtij autorit, po thot, heroi i popullit Bajramcuri e mbylli jetën e tij ashtu si jetoi, me nder, me armën e dorë, shkrep i pathyeshëm, i paluhatshëm, duke shkruar me 29 mars 25 në shpellën e Dragobis, pjesën e fundit të jetës së tij, epope për të mbetur i pavdekshëm në kujtesën e brezave, imazhi i një figure legjendare si rrallë bashkohës së tij. Une nuk kam dalë këtu me folë për Bajramcurin, po kam dalë me folë para juve, për aton që ndëgjuhet në vjersh, kur e shkatruan fen, kur e shthurën fen, fjallën e Allahut la ilaha illallah, dikush e shthuri, kush aj që e shthuri, e prishi e qthuri, kush do të thure këtë din veç juve. Prandaj po ju tham sa herë, prej kuj po majmë shpres na e i mytë që na të ndërtojmë. Na vetë do të ndërtojmë. O vlazën, ky din mbahet me burra. Ky din mbahet me njerëz që e dojnë Allahun dhe pejgamberin ma shumë se vetë vetën. Në vjen mirë që në Dragobi, sot një javë, në muslimani moshës 77-8 vjeqare,
e fali namazin e xumës për herë të parë në jetën e vet. O vllazën musliman, këtë gajle që kam unë, inshallah për Allah e marri këtë gajle, ja u lëm pjesërisht përgjegjësi në gajlen edhe juve, ta ndihmojmë dinin e Allahut xhelle xhelalu. Prandaj kemi vendos inshallah taala, edhe në Zvicër që jem kanë gjatë muajit Ramazanit, kam të bu e lek mjete për me ndresh të xhamin Bajramçur inshallah taala. Kemi me bo inshallah taala. Po kur e kom pa këton që do ta shihni ju poshtë ku të zbritni, hedhni një shikim që para 300 vjetë është ndreq në fshatin Dragobi, e sot i pash aty delet po flajnë mrenda, ish bon gjys metre plehi i deleve, në te as dyr as dritare, vetëm mihrabin. Allah i ma mundsoft me bo me ndihmën e juj, edhe me pjesën e ndihmës teme sa ka mundësi bashkarisht, e ta Allahu do të marim inshallah taala. Mirë, po për këte do të jemi inshallah grumbullus të mjeteve gjumon që të vinje, për arsye se dëkuj si ka qëllue në groshin gjep, e inshallah deri sot një javë do të fitoni diçka. Ndihmoni dinin e Allahut, punoni fitoni dinarin, mos e harxhoni as një lek, as një cent, as një euro, as kund, mos e harxhoni as në cigare, në tjerat harame jo se jo, po edhe në cigare jo inshallah taala, sepse kimu marë përgjësi para madhnisë Allahu xhelle xhelalu.